18 komuna janë në hall të madh me mbeturinat duke rrezikuar mjedisin jetësor, alarmojnë ekspertët e ekologjisë. Shpëtimi i vetëm për këto komuna do të jetë deponia rajonale në Novac të Manastirit, për të cilën po flitet që nga viti 2017. Inxhinieri për mbrojtjen e mjedisit, Gjoko Zoroski, mendon se deponia rajonale do të jetë shpëtim për situatën e krijuar me mbeturinat. Имаме 18 општини каде што имаме огромен број на такви ѓубришта кои што за жал предизвикуваат многу поголема штета по животната средина отколку една современа регионална депонија. Затоа ние сме на став дека таа депонија треба да се изгради и треба пред се населението да свати дека ние треба да селектираме отпад. Deri në gjysmën e dytë të vitit 2026 pritet të fillojë ndërtimi i deponisë rajonale në Novac dhe kjo është paralajmëruar prej kohësh. Është thënë se Ministria e Mjedisit po intensifikon procedurat për realizimin e këtij projekti që zvarritet prej vitesh, e që është kyç për menaxhimin e mbeturinave të rajonit të Pellagonisë dhe atij jugperëndimor. Studimet shkencore tregojnë se njerëzit që jetojnë pranë vendeve ku digjen mbeturinat kanë vdekshmëri më të lartë nga kanceri, prandaj është e domosdoshme që deponia rajonale të ndërtohet sa më shpejt. Тоа место каде што би се градила таа депонија не е житница, туку е поранешен ископ од јаглен каде што има јаловина, тотално неплодно земјиште, оддалечено од населени места и таму би требало од прилика 50% од целокупниот отпад што го генерираме денеска да оди на таа депонија, значи да се третира по сите несовремени стандарди. Përveç deponisë në Novac, aktualisht po përgatitet dizajni ideore dhe dokumentacioni i tenderit edhe për deponitë rajonale në Rusino dhe në Gostivar.